Në Vlorë uji u rikthye pas 5 ditësh mungesë. Pajisjet e domosdoshme të ardhura nga Turqia mbrëmjen e së hënës ndihmuan në riparimin e defektit. Rikthimi i ujit ka nisur gradualisht, aktualisht në zonën Lungomares, ndërsa pjesa tjetër e qytetit pritet furnizohet me ujë në orët e pasdites. Zona e Lungomares apo zona e Bregdetit furnizohet aktualisht me ujë. Për zonën e qytetit, furnizimi do të jetë me sistem shpërndarje, mbasi të furnizohet dhe të mbushet e gjithë depozitat e depove të qytetit, do filloj shpërndarja e ujit rreth orës 17 të kësaj mbasdite. Përgjatë gjithë natës, 10 punonjës të ujësjelljes kanalizimeve në Vlorë punuan për riparimin e tubacionit kryesor, çarja e së cilës bëri që uji i pishëm të mungonte. Megjithatë, qytetarëve u bëhet apel që në 48 orët e para të mos e përdorin për konsum dhe gatim. Me pjesët që erdhën dje në mbrëmje dhe ju i pa devet nga Turqia, menjëherë filloi instalimi i tyre dhe vendosja e tyre për eliminimin e defektit, gjë e cila u realizuar në rreth orës 4-5 të mëngjesit ditës së sotme. Specialistët, ekspertët, inxhinierët kanë vlerësuar që është çdo gjë në rregull dhe aktualisht që po flasim, depo i qytetit po furnizohet me ujë nga stacionet e prodhimit. Qyteti bregdetar i Vlorës mbeti pa ujë të pishëm për 5 ditë pas një defekti në tubin kryesor që furnizon depot e qytetit me diametër 1000 mm. Qytetarët u ngritën edhe në protest para bashkisë një ditë më parë për situatën e cila fatmirësisht shkoi drejt zgjidhjes.